Pjesa tjetër e mesditës, vazhdojmë diskutimet për çështje të tjera. Shqipëria dhe Mali Zi, siç e paralajmëruam qysh në krye të emisionit se do t'i mbyllin kapitujt e radhës në bisedimet e tyre me Bashkimin Evropian për antarësim në bllokun evropian gjatë një konference të martën e ardhshme. Shqipëria do t'i mbyll 3 kapituj për herë të parë, pra kapitujt 25, 26 dhe 30, ndërsa Mali Zi do t'i mbyll përkohësisht 2 kapituj, 8 dhe 29. Në anën tjetër, Kosova po vazhdon të mbetet i vetmi vend nga rajoni pas statusin e vendit kandidat rreth 4 vjet pasi edhe ka aplikuar. Kjo është tema e diskutimit, mirë po jo vetëm, gjatë kësaj pjese do të diskutojmë edhe për tensionet cilat tashmë janë rikthyer me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Lufta është rikthyer sërish, tregjet e naftës kanë rritur dhe më e fundit është se ngushtica e Hormuzit është mbyllur. Për të diskutuar gjitha këto, sot të ftuar kemi një panel i cili përbëhet nga njohësi gjeopolitikës, zotëri Lutfi Bilali. Bilali, mirë se erdhët. Përshëndetje. Dhe në një linjë të drejt për drejt në lajmërohet gjithashtu njohësi i çështjeve gjeopolitike, zotëri Ardet Gjenali. Përshëndetje, zotëri Gjenali. Përshëndetje. Po nisim me këtë të Shqipërisë. Nesër pritet që të mbyllen 3 kapituj tjetër një rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Si e keni parë në përgjithësi rrugtimin e Shqipërisë dhe çka do të thotë kjo për të? Po më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Po, pyetja ishte për juve. Po. Tak. Atëherë, për sa i takon rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, së pari duhet të themi faktin dhe të përmendim faktin që është një konsensus i gjerë shoqëror dhe politik për sa i takon antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pra praktikisht të gjitha partitë politike në Republikën e Shqipërisë, parlamentare dhe jo parlamentare, por dhe opinioni publik në tërësi, në një shumicë të cilësuar, patjetër që përbën atë valën e euro-optimizmit për sa i takon faktit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nëse do të kthehemi më pas në faktin e rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, patjetër që rrugtimi ka filluar herët, për te faktit që tashmë në vitet e fundit kemi një dimension të ri për sa i takon në pozicionit të Shqipërisë, por dhe të vendeve të tjera të rajonit në raport me Bashkimin Evropian. Dhe së pari, ky moment ka ardhur si rezultat i kultivimit dhe inkurajimit të vullnetit të Bashkimit Evropian ndaj vendeve të rajonit dhe një mundësie dhe mendësie të re të Bashkimit Evropian për zgjerimin në tërësi. Praktikisht, konflikti i lindur në Ukrainë si rezultat i sulmit të Federatës Ruse mbi tërësinë territoriale të Ukrainës, patjetër që më pas dërgoi, dhe ishte një nga arsyet thelbësore që më pas dërgoi patjetër dhe drejt një ndryshimi të mendësisë së Bashkimit Evropian për sa i takon rajonit të Ballkanit. Nga ana tjetër, patjetër që Bashkimi Evropian nuk mund të cilësohet gjithmonë siç është cilësuar në fakt rëndom edhe në Shqipëri dhe nga qeverisjet përkatëse të pas 2013-s si faktori kryesor dhe shkaku kryesor i pengimit të procesit. Ky nuk ka qenë as pak i vërtet si fakt. Patjetër që kemi pasur dhe valë të një euro, le të themi, hezitimi për sa i takon zgjerimit, patjetër që po, si rezultat edhe i kushteve të brendshme të shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian, po dhe në tërësi të Unionit si rezultat edhe i zhvillimeve të tjera, por patjetër që edhe në Republikën e Shqipërisë, patjetër që edhe shumë fenomene të qeverisjes të vërejtura dhe pas vitit 2013, patjetër që kanë qenë shkaqet të vonesave të ndryshme. Tashmë jemi në një realitet të ri gjeopolitik, dhe ky realitet gjeopolitik fatmirësisht dhe pozitivisht ndikon dhe në inkurajimin e rrugës së Republikës Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por patjetër që rruga është e gjatë. Pra, të jemi të qartë edhe për shikuesit me të gjitha, pasi patjetër që paneli dhe ju, zoti Bilali dhe njohës tjerë njohin mirë procesin, për publikun mund ta shpjegojmë shumë thjesht. Jemi në fazën hyrëse të provimeve. Nëse do ta paralelizonim me një nivel shtetëror, jemi në fazën hyrëse të provimeve. Pra, na është lejuar praktikisht hyrja në fazën e dhënies provimeve dhe tashmë studenti në këtë rast Shqipëria duhet të dëshmojë aftësinë e saj pikërisht për të realizuar të gjithë procesin i cili do të kurorëzohet me shpresë
në antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shumë thjesht, Hapja e negociatave është qelia fundit. Hapja e negociatave ndjes zotit Bilali, vetëm qelia fundit. Ndjes. Hapja e negociatave është patjetër dëshmi e vullnetit pozitiv dhe proaktiv të Bashkimit Evropian karshi vendeve të rajonit përkatësisht Republikës Shqipërisë. Detyra për Republikën e Shqipërisë fillon tani. Po, lajmi mirë hapja e 3 kapitujve, janë kapituj patjetër më të thjeshtë dhe është pikërisht hyrja dhe fillimi i rrugës, vijimi patjetër që ka sfidat e tij. Sfidat cilat nuk janë të thjeshta dhe urojmë që pikërisht këto sfida do të kalohen me sukses, por kalimi me sukses i këtyre sfidave kërkon kultivim të mirëqeverisjes, një koncept i cili të i kalon disa performanca të deklaruara apo të përcjella nga ana e digastereve përkatës. Mirëqeverisja është një koncept i gjerë, për cilin patjetër mund të flasim në vijim dhe ndjes edhe një herë zoti Bilali që ndoshta i vonova po. Bilali, si e shihni këtë? Po, është lajmi mirë, kuptohet. Nuk mund të japim konotacion, më të them drejtën, të politikës së brendshme në Shqipëri, poleve kush gjendet në pushtet. Mendoj po që ka ndrym pushtetin në Shqipëri, procesi do vijoj. Varet sa ti i plotson gjithë ato kritere apo arrin të realizojsh ato kapituj të cilat janë shumë të rëndësishëm. Mbyllja 3 kapitina Bashkimi Evropian të martën do të ketë konferencë katërpalshe me Malin e Zi, Shqipërinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Serbia ka qenë, konferenca 5 të bëhet me Serbi. Fati është i mirë që një 8 vendet e Bashkimit Evropian kanë blokuar, duket ka qenë kapitina 3 për mbyllje, dhe është një lajm i mirë që Serbia me politikën e saj dhe me gjitha ato që ka krijon në Ballkan janë vendet të cilat e bllokojnë, sidomos e kam fjalën të Kroacia. Dhe është fati mirë, por mendoj që e përmeni Blendi në fillim, kapitujt 25, 26 dhe 30 për Shqipërinë mbyllen, mirë po është interesant që Bashkimi Evropian prioritet, meriti jap shumë Malit të Zi. Pse? Po më duket si një vend i vogël, Mali i Zi, shef, çdo kënd kemi pak aspekte politike. Nga se Mali i Zi kuptohet për brenda fragmentimin që ka, sidomos me Serbinë, apo elementin pro-serb brenda, ka qenë edhe antarësimi, ka qenë një proces i tillë që u dosht për shkak të involvimit apo interesave ruse, mund të them, po edhe serbe në Malë të Zi. Ka qenë duke i dhënë kredi Malit të Zi, mendoj që ky aspekt është se ndoshta nuk ka diçka më cilësore se sa në Shqipëri. Mos të ndoshta edhe se në Kosovë, po ne në Kosovë kemi një problem tjetër që kemi ende shtëpinë pa rregulluar me zë shtëpia dhe kjo mendoj që nuk do na kushton. Kosova fatkeqësisht ende është pas statusin e antarit kandidat. Dhe kjo është një proces, një hap i cili është brapa vendeve tjera. Sa do jetë në të ardhmen, se ka qenë mohabeti që në blok vendet e Ballkanit Perëndimor të hyjnë në Bashkimin Evropian. Po më duket që Mali i Zi dhe Shqipëria deri mes 28 dhe 2030 do jenë vende antare. Kjo nuk jam pak a shumë skeptik, sepse burokracia e Brukselit ndonjëherë prolongon. Pastaj është problemi që për brenda strukturës ka iniciativa që të krijohet ai vendi, ajo fuqia e 3 vendeve, sidomos në Poloni, Gjermani dhe Francë dhe Itali, që të jenë ata të cilët dominojnë edhe me votë. Dhe kjo do jetë një problematik. Bili ka qenë iniciativë që vendet që do të hyjnë në të ardhmen mos të keni privilegj si vendet që përmenda apo numri vendeve që kanë edhe kuotën e tyre për shkak të sipërfaqes dhe numrit të banorëve, apo dhe kapaciteteve tjera të fuqisë ekonomike. Dhe kjo mendoj që do jetë problematike. Është lajm i mirë, Shqipëria është në hapa të mirë, edhe pse ka probleme bukur të brendshme, të cilat kanë marrë formën e një kundërshtie ndaj pushtetit, me të cilat besoj që Bashkimi Evropian do ketë në observim.
Gjinali, pse Shqipëria dhe Mali Zi janë dy vendet që po ecin më shpejt se sa vendet e tjera të rajonit? Në fakt Mali Zi, për te faktit që ka një tendencë, ose më saktë një prirje, më saktë se sa tendencë, pra një prirje pozitive për të vendosur të dy vendet në njëjtën korsi, patjetër që Mali Zi është një vend i cili ka një korsi patjetër më të shpejt për sa i takon procesit. Kujtojmë faktin që praktikisht Mali Zi do të arrijë në rreth 18 kapituj të mbyllur nga 33 në total, pra procesi ka ecur me ritme patjetër shumë të shpejta, dhe nga ana tjetër vlen për të theksuar faktin që përtej secilit aspekt të burokracisë, i cili patjetër është i pashmangshëm dhe është i pritshëm në Bashkimin Evropian, dhe padyshim që këto aspekte burokratike shpesh të bëjnë të ndihesh i hezituar dhe të frenosh entuziazmin për sa i takon zhvillimeve të mëvonshme, por patjetër që Komisioni Evropian ka miratuar dhe një paketë financiare për Malin e Zi, përkatësisht në rreth 3.2 miliardë euro, dhe kjo paketë është miratuar si një moment në perspektivë, duke llogaritur vendin si antar i mundshëm brenda vitit 2028. Patjetër që ende dinamika ka për sa i takon në kohës politike. Kujtojmë që Mali Zi mendoj që është një aktor thelbësor shumë i rëndësishëm, ku përtej demografisë, përtej numrit të popullsisë, patjetër dhe për shkak të heterogenitetit të tij nga njëra anë, për shkak të flukseve të brendshme dhe të gjitha grupeve të caktuara etnike që përbëjnë vendin, patjetër që është një aktor thelbësor shumë i rëndësishëm. Pararendja ishte antarësimi i Mali Zi në Aleancën Atlantikut Veriut, dhe më pas patjetër që vijimi me antarësimin në Bashkimin Evropian, patjetër që mendoj që është momenti më i rëndësishëm që do të ndikojë në një frenim përfundimtar apo shumë të rëndësishëm të një inkurajimi të rrugës së Serbisë për sa i takon pengesave që ajo përpiqet të nxjerrë përmes satelitëve të saj, por në rastin e Malit Zi, patjetër që segmentet e brendshme të sponsorizuar nga Republika e Serbisë në Malin e Zi, patjetër që do të hasin në një kundërtrup të rëndësishëm që ka të bëjë pikërisht me avancimin e procesit të vendit përpara. Nëse do më lejoni një paralelizëm në kohë, unë e kam përdorur këtë paralelizëm dhe në hapësira të tjera në fakt, Mali Zi shpesh është pararendës i proceseve përmbyllëse. Nëse kujtojmë referendumi 2006-s, për sa i takon pavarësimit të vendit, patjetër që më pas ishte një pararendje, për te fakti që dinamikat ishin tjera, edhe për sa i takon pavarësisë Kosovës më vonë. Që mendoj që është një aktor i cili edhe në kontekstin historik, në atë ndikim që ai ka patur edhe në Serbi, edhe në hapësirën e Jugosllavisë tërësi, në hapësirën e Federatës Serbo-Malazeze gjithashtu, por në të njëjtën kohë edhe me konfiguracionin e brendshëm që Mali Zi ka, mendoj që Mali Zi është një aktor shumë i rëndësishëm dhe është lajm i mirë që do të jetë i pari që do të hyjë në Bashkimin Evropian për shkak të, siç e tham, të frenimit shumë të rëndësishëm dhe thelbësor pikërisht të segmenteve mbi gjitha serbe dhe më pas ruse. Për te pranis të dy të përmendura më lart si rezultati shumë zërave në ekonomi dhe në aspektet e tjera. Më pas Shqipëria patjetër që duke qenë antar i NATO-s, duke pasur parasysh faktin që ka një konsensus të gjerë shoqëror përtej polarizimit politik, por ka një konsensus të gjerë shoqëror për sa i takon bashkimit, për sa i takon integrimit euro-atlantik të vendit. Patjetër që Shqipëria mendoj që avancimi i Shqipërisë ka një nocion më të thellë gjeopolitik se meritor, në raport me Malin e Zi, i cili gjeopolitika dhe merita ecin në përpjesim të drejtë. Për sa i takon Shqipërisë, gjeopolitika është patjetër përcaktuese dhe më pas aspekti meritor tashmë mbetet për tu parë. Qartë. Pra, gjykimi i meritës për sa i takon Shqipërisë mbetet për tu parë, por patjetër që mendësia e re, linja e re, fryma e re e Bashkimit Evropian, për sa i takon pozicionit të fundit në lidhje me rajonin e Ballkanit dhe vendet e Ballkanit, patjetër që ka të bëjë me kontekstin e ri gjeopolitik dhe pikërisht zhvillimet gjeopolitike të eshme, patjetër që janë një lajm i mirë për vendet e Ballkanit. Për sa i takon Kosovës, mendoj që nëse Kosova do të ishte në pozita të njëjta me Shqipërinë apo Malin e Zi, patjetër që ndoshta por duke pasur parasysh sfidat e tjera të brendshme, mendoj që kjo pastaj është një histori tjetër dhe patjetër që
E kuptoj. Me qënë se kemi edhe disa çështje të tjera që ti diskutojmë, juftoj që dyve të jemi pak më të përmbledhur në mendimet që japin, vetëm për hir të kohës, sepse në të kundërtën do të kemi me shumë dëshirë t'ju dëgjojmë. Bilali, në anën tjetër shkurtimisht diskutojmë vetëm edhe pak për Kosovën, po vazhdon edhe pas 4 vitesh, po vazhdon të mbetet ende si vendi i vetëm në rend që nuk ka statutin e vendit kandidat. Sa larg është Kosova nga BE-ja, marr parasysh edhe gjitha zhvillimet të cilat u ndodhin në Kosovë. Pra jo stabilitetin institucional që kemi. Gjenoli e bëni një analizë jashtëzakonisht të sakt për mendimin tim, sidomos për si Maltezi dhe në Shqipëri. Kosova është këto kriteret sa i përket sidomos sistemit të drejtësisë, luftës kundër korrupsionit, pastaj aspektet e tjera që kanë të bëjnë me ekologjinë, po ndoshta edhe me infrastrukturën e tërë që ka të bëjnë në domenin e lirive dhe drejtave të njeriu, mund të jetë më mirë se Bullgaria. Mirë, edhe procesi në antarësimit të Bullgarisë dhe Rumanisë ka qenë politik. Sepse çdo kon, mund të them, shtrirja apo zgjerimi hyn elementet që kanë të bëjnë me gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë për të mbyllur një hapësirë pretendentëve që mund të kanë ndikim në ato vende. Kosova, me them drejtën, ka disa probleme që është prapa sa i përket hapave. Sepse është në sirtar atje ka mbet ende pa ushqyrtuar kërkesa e kandidatit, që për mendimin tim faj gjendet edhe në Bruxelles, po pak a shumë që nuk ka qenë trysni e shtetit, e qeverisë, së pari, që dashur që të ketë një komunikim më të afërt dhe të kërkoj nga institucionet evropiane, sidomos me takimin me zonjën Kos, pastaj edhe me përfaqësues tjerë të institucioneve të Bashkimit Evropian, sepse ka mbet Kosova në këtë stad. Faj në një farë mënyrë është ndoshta edhe për shkak të disa proceseve që brenda në Kosovë, gjitha këto janë të kushtueshme, këto problematika që i kemi procese zgjedhore, një cikël do thotë i cili prolongohet në mënyrë të pakuptueshme. Dhe në një farë mënyrë është i dëmshëm për interesat e qytetarëve dhe shtetit. Por Kosova e ka përbërës dhe obligim që në të ardhmen e afërt të kërkoj që të bëj hapa trefishor. Dhe kjo do sillte një rezultat që mendoj që fati jonë është që pengesa që i banë Serbisë dhe është aja kaptina veçantë e cila kërkohet që pa normalizim të marrëdhënieve, shpresojmë edhe me njohje reciproke, nuk ka antarësim të Serbisë në Unionin Evropian. Dhe kjo do ishte, mendoj, suksesi më i madh. Mirë. E qartë, Bilali, të kalojmë edhe tek një çështje tjetër, sepse paralajmëruam se do të flasim për 2 tema sot. Ka pasur zhvillime të shumta edhe në lindjen e mesme. Irani ka intensifikuar sulme ndaj bazave ushtarake të Xhirit, në anën tjetër ngushtica e Hormuzit është mbyllur sërish. Çfarë na thon gjitha këto zhvillime të fundit në lindjen e mesme? Askush nuk e ka pritur atë që ka ndodhur me marrëveshja e Lucernit. Një takim i cili ata që njohin mirë lindjen e mesme kanë qenë skeptik, thon drejtën. Në këtë kurs, në këtë sfond hyj edhe unë, që kam pas dyshime që mund të kenë, sepse ka shumë faktor të cilët kanë pruar deri tek kjo situatë çfarë kemi me rifillim të bombardimeve. Për mua është interesant që nuk kemi goditje Iran-Izrael. Dhe kjo... Pse s'po ndodh, mendon? Mendoj që ndoshta ka marrë dikush përsipër ta merë detyrën e Izraelit, të amnestohet për momentin, po thëmë, se ndoshta mund të ketë në goditje në të ardhmen e afërt, po që se eskalon situata. Izrael kac ministri i mbrojtjes ka paralajmëruar që jemi të gatshëm që në mënyrë unilaterale të ndeshemi me Iranin. Kjo mund të jemi edhe në konsumin e brendshëm politik, sepse në tetorin proklamuar zgjedhjen në Izrael dhe për pushtetin është e konvenueshme të ketë bela.
sepse këtë mund të arsyetoj ma mirë për të mbledhur pastaj atë mitin nacionalist brenda shtetit në Tel Aviv. Por për ne është problematike çështja e ngushticës së Hormuzit, e cila për gjithë botën dhe konsumues të energjisë paraqet një hap që rikthehemi aty ku kemi qenë nga 28 shkurti. Dhe kjo mendoj që është problematika kyçe. Amerikanët në një farë mënyrë kanë dhënë deklaratë që menaxhojmë Hormuzin, mendon ashta për atë pjesën për të deti arabik atje, në hyrjen, por për momentin goditja e tillë tregon, është e çuditshme goditja e princit Hasan në Jordani, pozës amerikane. Bile këtu më duket është edhe komanda qendrore e forcave amerikane. Dhe kjo tregon, amerikanët kanë bërë goditjen për mbi 150 çaqe, të cilat kanë qenë goditje të dhënshme. Është interesant me këtë përfundoj. Goditja që bë sistemi hekurudhor në Aqkhan, një regioni atje që lidh detin Kaspik, pastaj territoret Kazakistan, Turkmenistan, që bart energji, naft, cisterna, kompozicione kuptohet në tren, në Rusi, ndoshta edhe përkin për shkak se Bandar Abbazi ka qenë goditja që pas gjatë gjithë kësaj kohe ka gjetë alternative në Irani. Dhe kjo goditje amerikane nuk ka qenë e rastishme, do thotë bëhet për dy qëllime. E para, Irani sipas amerikanëve duhet gjynzohet nga goditja larg, dhe dytja goditja që duhet i bëhet BRICS-it apo asoj rrugës një brez një rrugës e mendafsht dhe interesave ruse. Do të kem komponenta të cilat nuk kanë bojnë ekskluzive vetëm me Iranin. Gjenali, duke i parë gjitha këto zhvillimet që po ndodhin në lindjen e mesme, tensionet mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, apo i bie që me gjitha këto që po i shohim nuk ka më fare hapësirë për diplomaci, apo të njëjtat edhe mund të rishikojnë pozicionet e tyre dhe ndoshta të shkohet në ato marrëveshjet për cilat ka më parë dhe ishin marrë vesh? Mendoj që hapësirë për diplomaci do të ketë. Ka patur gjithmonë dhe fakti që patëm në periudhën e pas shkurtit, patjetër që do të ketë. Gjithmonë diplomacia, armpushimi, marrëveshjet janë të gjitha të brishta. Mund të jenë serioze, por janë të brishta. Dhe janë të brishta duke pasur parasysh faktin e shumë faktorëve dhe komponentëve dhe duke qenë një rajon centrifugal, ku thjesht nuk ketë bësh me dy aktorë të përveçëm të cilët janë përballë një realiteti apo tre, por janë shumë aktorë të cilët janë përtej pozitës gjeografike aty. Dhe duke pasur parasysh këtë fakt, patjetër që kemi situata të tilla ku edhe ky moment i tanishëm i prishjes së marrëveshjes mund të ishte i pritshëm duke pasur parasysh mbështësinë në vetvete të gjithë procesit. Patjetër që është një fakt. Kontekstet e brendshme të vendeve, patjetër që në momentet caktuara kthehen në përcaktuese. Zoti Bilali përmendi faktin e zgjedhjeve në Izrael në muajin tetor, nga ana tjetër duhet përmendim dhe faktin, ose mund të përmendim dhe faktin, që patjetër dhe konteksti i brendshëm në Republikën Islamike të Iranit, përtej faktit që nuk ka proces elektoral, por patjetër pozicioni i regjimit në tërësi është i diskutueshëm. Patjetër nuk diskutohet për momentin, nuk ka diskutim në lidhje me fuqinë e regjimit për të qëndruar në pushtet, patjetër që po, është aty, është një ngarhinë e madhe e cila absolutisht nuk rrëzohet dot shpejt, sepse nëse do të rrëzohej shpejt dëmi do të ishte shumë i madh. Por patjetër që regjimi ka psuar ka të çara, to çara në fakt kanë lindur jo thjesht si rezultat i likuidimit fizik të disa personaliteteve, por patjetër që janë çara si rezultat i vakumit leadership. Dhe vakumi leadership patjetër që është vërejtur si në votimet e rezolutave në parlamentin iranian në mbështetje të grupeve negociatore, ku përtej shumicave plebiscitare në kuvend, ato pakicat ishin dëshmia e atyre çarave brenda regjimit nga njëra, nga ana tjetër patjetër në tërësinë e vet dy krahat të cilët përtej faktit që në publik mund paraqitet njëta linjë janë të qarta që kanë dallimet e tyre, dhe nga ana tjetër patjetër për sa i takon krahut më të ashpër dhe pikërisht përcaktuar, determinues dhe udhëheqës së regjimit, patjetër që për ta është shumë e rëndësishme që pikërisht propaganda e brendshme ndaj qytetarëve të jetë një, jemi në përballje frontale me armiqtë tanë, dhe e dyta, kjo përballje frontale shmang nga njëra anë se cilin moment të ndonjë lëvizje të brendshme, dhe nga ana tjetër patjetër
i dërsimiste të publikut, për që ndoshta nuk është kundër tyre, por është pesimiste me regjimin, që pikërisht në këtë moment ne jemi duke sërish, ne nuk u ushtruam, por jemi duke i bërë ballë kundërshtarit. E qartë. Është shumë politike kjo që po them, dhe ndoshta është edhe për te politike s'ka dhe element tjerë patjetër, po mendoj që në këtë moment konteksti i brendshëm, sidomos në Iran, dërgon drejt këtij momenti të një rikthimi të një situate e cila rikthehet jo në fillimet e saj, duket sigurisht fillimet e saj, por asnjëherë nuk është mos në fillim. Duke pasur parasysh që shumë çka që është konsumuar, që nga bombardimet, sulmet e ndërsjellta dhe shumë çka tjetër nuk është më e njëjta. Regjimi nuk është më i njëjti, patjetër që do të qëndrojë për një kohë e cila nuk dihet, por që do të qëndrojë, por nuk është më me të njëjtën fuqi e supresiviteti, nuk është më fuqia e supresivitetit të brendshëm, por të jashtëm është e diskutueshme. Pra, efektiviteti i regjimit për mbështetjen e satelitëve të tij është i diskutueshëm. Efektiviteti i regjimit për vijimin e pasurimit bërthamor është i diskutueshëm. Dhe efektiviteti i regjimit në tërësi, përsa i takon edhe menaxhimit të mbylljes së Hormuzit, sepse mos harrojmë një moment, nëse kthehemi pas në kohë, ka patur një moment dhe një ide për një menaxhim të përbashkët të NATO-s në muajin korrik, deri në muajin korrik do të vijonte, por ishte Franca e cila e kundërshtoi. E qartë. Idet shpesh, ne i dim që në diplomaci idet shpesh qëndrojnë sirtarë, po nxirren nga sirtari në një moment të caktuar. Gjinali, Mund të ketë rjetësim të idesë nëse gjithmonë gjërat vijojnë dhe ndonjëherë ky moment duket si një autogol ku po Gjinali. veprimi i Iranit po dërgon drejt ndoshta një kohezioni i cili mungon të dje të aleancës perëndimore, po mund vit nesër. E qartë. Kështu që për mos u zgjatur më mendoj që këto janë momentet kryesore. Gjinali, faleminderit shumë. për gjitha momentet Kohën e zgjatit. realisht ka shumë për të diskutuar dhe e di që këta minuta nuk janë mjaftueshëm për ta përmbyllur, mirë po kjo është koha që na lejon. Ishte shumë kënaqësi të kemi Pjesë për zgjatjet. në mesditë. Bilali, kemi musafirin tjetër që po na pret, ti je shumë i përmbledhur lidhur me atë në rast se ka ende hapësirë për diplomaci dhe një gjë të tillë do të mund ta shohim shpejt. Po sigurisht, garantu si do të jetë i fortë. Nuk e kam fjalën me në çmu Pakistanin. Katari ka angazhman, bisedime teknike ka, nuk janë mbyll gjitha dyert, por mendoj që për të ardhmen për të arritur një rezultat komitenti apo ndërmjetësuesi do të jetë një fuqi e cila në një farë mënyrë e garanton. Shpresojmë gjithë që do kemi dhe lutemi që të arrihet ajo marrëveshje të ri për të rijet dhe të dalin luftimet. Kjo është shpresa që ne mund të shpresojmë për momentin. Faleminderit shumë Bilali. Bilali, faleminderit shumë. Ndërkaq që